Rreth 27.000 maturant do t'i nështrojnë sot provimi të partë maturës shtetërore, ku do të testojnë njohuritë e tyre për gjuhën e huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe do të përfundoj pas 2 orë 30 minuta si pas rregullores për maturën shtetërore. Por vetëm 25 minuta pas nisjes së orarit zyrtar, një prej tezave doli dhe u publikua në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për tezën gjuhën e huaj anglisht. Fenomeni publikimit të tezës në fakt ka shoqëruar ndër vite provimin e maturës, edhe pse telefonat dhe ora smart janë të ndaluara rreptësisht si pjesë e masave për të shmangur mundësitë e kopjimit apo nxjerrjes së testimit, si kundër ka ndodhur në VMC. Në të gjithë vendin janë 145 qendra provimi që do të administrohen nga një përgjegjës administrimi dhe nga administrator të caktuar për çdo mjedis ku zhvillohet provimi. Gjithashtu janë të angazhuar më shumë se 640 mësues që do të korrigjojnë testet. Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe testet të personalizuara për maturantët që janë me aftësi speciale. Maturantët do të nështrojnë provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë në datën 10 qershor, atit matematikës në 17 qershor dhe provimit me zgjedhje në datën 24 qershor. Një ditë përpara provimit të partë maturës shtetërore, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, publikoi rregullat që duhet të kenë në konsiderat çdo maturant përpara, gjatë dhe pas zhvillimit të testimit të maturës shtetërore.